Prisha, për t'ju kthyer edhe një herë ngjarjes makabre. Ju bëni përgjegjës sistemin e ri të drejtësisë se po ashtu partinë në pushtet për situatën e krijuar me gjyqet, me zvarritjen e proceseve gjyqësore. Por historia e autorit në fjalë, autorit të krimit, daton jo vetëm në kur socialistët ishin në pushtet, por edhe kur demokratët ishin në pushtet. A ndjeni përgjegjësi për mosdënien e zgjidhjes për problemin e pronave si politikan i asaj kohe, e po ashtu që shpesh herë qytetarët edhe në kohën tuaj janë zvarritur për vite të tëra në gjykata pa marrë drejtësi për shkak të padrejtësive që mund të jenë bërë nga zyrtar të lartë kohës apo edhe njerëz të drejtësisë që mund të kenë qenë në ndikimin e pushtetit tuaj asë kohe. Së pari, duke mos hedhur poshtë atë që thoni ju, nuk kam njohuri, dhe me qenë se nuk kam njohuri, unë nuk pranoj të komentoj dosjen konkrete. Por në qoftë se shton problemin për pronat të tërësi, absolutisht pranoj se ka patur gjatë qeverisë sime dobësira dhe tmeta, por sikundër do të them këtu se gjatë asaj qeverisje janë firmosur, janë dhanë 54.000 vendime kthimi, kompensimi të pronave për pronarët shqiptarë. Dhe këto, unë mund t'i them me shifra konkrete, 1.555.700.000 metër katror tokë është rikthye pronarëve legjitim. Mira objekte u janë rikthye. Duke thënë këtë, nuk është se pati zgjidhje përfundimtare, po e lam proces në vazhdim. Tani, për sa i përket sistemit të drejtësisë, unë nuk pretendoj se ai ishte një sistem i përsosur, po ishte i pakrahasueshëm me të sotmin. Mbasi, ka unë cili do që dëshron, i këshilloj të marrë raportet e Komisionit Evropian të viteve 2008, 2009, 2010, të cilat flasin për gjithë sektor. Ato raporte tregojnë se zbatimi vendimeve të gjykatave, që është një nga treguesit më themelor të funksionimit drejtësisë, tregojnë se ishte në nivelin e disa vendeve të Bashkimit Evropian. Ato raporte tregojnë, nuk flasin kur për 15 vite pritje të një qytetari për një vendim gjyqësor. Jo, ka patur korrupsion, po janë të dhana të sakta. Gjithçka u manipuluar në funksion të reformës drejtësisë. Nga ambasador të korruptuar, zyrtar të korruptuar nga Edi Rama, zbashku të gjithë, Sorosi, klani Sorosit. A ju kujtoni ju ato pollet dhe sondazhet që nxjerrin drejtësi në krye të korrupsionit që nuk ishte kurrë absolutisht, i kam unë pollet tjera. Sepse donin të bënin, donin të shtonin drejtësi në dorë të ekzekutivit Edi Ramës. Vllautin, Donarlu, njerëzit në më të korruptuari që ka patur, që kanë shkelin tokën shqiptare të dy. Të dytë. Të faktuar kur them këtë. Që bënin presion ditën e natë mbi njerëzit, që organizonin polle bashkë me Fondacionin Soros. Këta janë autorët. Tani, unë e di që ka mbrojtës prapë të këtij sistemi, po ne do qëndrojmë në vërtetën e qytetarëve. Do qëndrojmë në atë që sot qytetarë shqiptarë janë vetëmit në Europë, që nuk kanë të drejtë, kanë humbur të drejtë një procesi ligjor. Të drejtë. Që të thotë proces ligjor në kohë të duhur. Pra, por unë kam 12 vite që jam larguar nga pushteti. Në 12 vite, po të mos note kjo katastrofë, çështja e pronave nuk ekzistonte më. Zgjidhej. Ju
Po të doni, mund të shkoni të shifni arkiven. Ka patur një avancim shumë të ndjeshëm në kthimin dhe kompensimin e pronave. U digitalizua kadastra e 6 qarqeve më të mëdha. A e dini ju se vetëm nga regjistri i kadastrave u vodhen, u shkullen 13.000 faqe. Këtu janë dërënësua para jush. 13.000 faqe. Fatmirësisht që ato janë dhe në digital. Por nga regjistri u shkullen. Kjo është kështu u bë. Për dosjen konkrete, unë nuk marrë përsipër të komentoj një moment, në thanë, sepse kanë thanë se kanë folë për Lorenz Lukën, atë mund të themun ju se absolutisht ndërtesa nuk ka qenë pronë e bashkisë. Pik. Nuk ka qenë pronë e bashkisë. Dhe nuk hyndosje, por si pas ligjit, në qoftë se qytetari paguën privatizimin, shteti është i detyruar. Ose t'ja kthej me njëherë, ose të paguaj qera me vlerë tregu për të gjithë kohën që nuk ja kthej. Ky është ajo që më them. Po, ju lutem, nuk duhet të futem sepse asgjë nuk di për dosjen. Di që gjykatësi nuk mund të vritet, kurse si. Di që gjykatësi duhet të ketë mbrojtje maksimale në sallën e gjyqit, di që ai u vra në sytë të gjithë popullit shqiptar në mënyrën më makabre. Këto janë, dhe u them atyre të cilës unë e pash, që nuk është se spati njerëz që duhet rokitën, nuk është se spati, po ju them se e keni shumë gabim. Nuk është vetë gjyqësia zgjidhja e drejtësisë. Vetë gjyqësia vërtet çfryn ato inatet urrejtjen apo padrejtësinë, reagon ai padrejtësisë, po të patartme.